vendimi në prite, edhe për shkak të situatave të krijuara edhe më përpara gjatë një muaj në mas kurimin e arrest me burg për zotin Veliaj, edhe për shkak të reagimeve të zotit Veliaj nga qelia e paraburgimit në lidhje me raportin që kishte krijuar ai me 2 prokurorët dhe pretendimet se ky proces ka lidhje me diçka më shumë se personale, pra dhe familjare mes prokurorit Dado dhe zotit Veliaj, kështu që unë këtu në këtë studia kam thënë që pozita e zotit Veliaj në raport me retorikën që ai ka, në raport me prokurorët, do ta vë atë në vështirësi ligjore dhe ndodhi pikërisht ajo. Dhe jam dakord me atë që than edhe paraforësit që po, kur kemi një gjykatë e cila e aprovon vendimin ose kërkesën e prokurorit, këtu nuk ka vend më për diskutim. Çfarë ka bërë gabim Veliaj? E ka nënvlerësuar ose e ka mbivlerësuar, le të themi, pozitën e tij juridike në këto momente. Më shumë se ç'duhet. Pra, edhe kur flas, jo ai i vetëm, por edhe njerëzit që e përfaqësojnë atë në mbrojtjen ligjore, por edhe njerëzit e afërt që i rinë dhe i japin këshilla, familjarët e tij. Tani, nëse këto 19 faqe do të zbardhen nesër dhe do të jenë një provë që do të tregojnë se çfarë ka rrjedhje nga këto? Rrjedhje informacionit. Rrjedhje nga këto informacionet, sepse unë kam dëgjuar për shembull që një nga bisedat më me spec ka qenë ajo që ka bërë me vllajën e vet. Për shembull, një ka qenë për këto postullat në lidhje me mediat, të cilat një tjetër ka qenë një përgjim ku ai është acaruar dhe ka sharë institucionet. Qoftë prokurorisë, qoftë qeverisë. Urdhë? Po s'po bën krim të Një tjetër postulla për median po më. Se komo po jap informacion, nuk po them. Kashar po thotë. Edhe Kashar nuk Kashar Godina për shkak. Ë? Kashar. S'po kupton që nuk po them s'jam unë as gjykatës as prokuror. Jo po themën do të. Unë po them që a ka rrjedhur nga këto 19 faqe informacion? Po thotë gjej, thotë këto dhëna janë. Ka të dhëna që kanë rrjedhur, të cilat tregojnë edhe për një fushat që zoti Veliaj ka marrë me mediat për të baltosur dhe për të shantazhuar jetën personale të prokurorit, Dado, kështu që nëse kjo do të verifikohet pas zbardhjes së këtyre 19 faqe, atëherë Mos janë të vërteta ato që ka thënë? Por nëse zbardhen dhe dalin të vërteta. Ne po themi çka ka rrjedhur, dhe këto që ka rrjedhur mund të jenë edhe fantazi, po mund të jenë edhe të vërteta, po mund të jenë edhe gjysmë të vërteta. Gjona marrëdhënie intime jashtë martese e drejtë çfarë skandal. Drejtim ti prokurorit. Tani. Le të merret pastaj ai që është autoriteti përgjegjës për ta parë nëse ky prokuror duhet qëndrojë apo s'duhet qëndrojë më në punë.